Sporti afron njerëzit dhe s'ka pse të ketë përjashtime njërin për të evitu çfarë do konflikti potencialit. Për sa i përket shortit, sigurisht unë them që me sa di unë nuk është hera parë që jo në basketbol ndofta por në disiplinat tjera që Kosova ndeshet me Serbinë. Në sport. Në sport? Pas në periudhë nuk ka pasur ndonjë. Mund të ketë për shemb në xho dhe kështu individuale por si individuale, pra është ndeshur, nuk ka ndonjë. Nuk kam informacion nga brenda sepse këtë e kanë komiteti organizator se si do të zgjidhet. Sigurisht që do gjehet një zgjidhje. Ideja e përgjithshme është që sporti afron njerëzit dhe s'ka pse të ketë përjashtime njërin tjetrën, por jam i bindur që në këtë rast do gjehet një zgjidhje pozitive, për askushin nuk do të krijohen incidente, kështu që nuk besoj se do zgjidhet pa ndonjë incident. Zgjidhje në shkuptim që të zhvillohet ndeshja të mos ketë incident apo të ndryshohet shorti? Mundet që të ekzistojë ndryshimi i shortit. Por Komiteti Ndërkombëtar nuk ka vija ndalese mes shteteve, Komiteti Ndërkombëtar i Lojrave Mesdhetare. Normalisht për sa kohë të dy palët kanë pranuar që të jenë pjesë e komitetit, nuk besoj se do të refuzojnë të luajnë. Por le t'ja lëm kohës deri në afrimin se si do të zgjidhet kjo në mbledhjen e komitetit. Po të ishte garë organizuar nga FIBA, Kosova me Serbinë nuk mund të luajë në asnjë nivel. Domethënë ka disa ndalesa, për shembull Ukraina me Rusinë s'mund të lujë, ose Kosova me Serbinë s'mund të lujë, për të evitu çfarë do konflikti potencial i cili mund të kalojë përmasat e terrenit, por duke qenë që kjo është një organizim. Për 3-3. Po, duke qenë që është një organizim i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik të Lojrave Mesdhetare, do të nuk është që kanë ndonjë ndalesë të tillë për aq sa unë e di. Sa më përket neve, ne nuk kemi prej shtetit tonë ndonjë ndalesë për të luajtur kundër reprezentacionit të Serbisë. Nuk e di nëse kjo do të vledhet për ta, por ne jemi duke u përgatitur më së miri që të mundemi për këtë short i cili ka qenë për ne më i vështirë i mundshëm. Domethënë ne gjithë jemi duke u fokusuar veç te Serbia si kundërshtar, po edhe dy kundërshtar tjerë i kemi të jashtëzakonshëm, kështu që